Kur ika për në kurbet, nuk mendova kurrë se po lija pas momentin më të shtrenjtë të jetës sime. Nëna më përqafoi te pragu, e vogël, e lodhur, por me atë buzëqeshje që e bënte botën time të dukej më e lehtë. Mos harro, birë, më tha, çdo mëngjes do jem këtu, duke të pritur. Nëna gjithmonë më priste aty. Në verë, në shi, në erë. Te i prag, si kur e kishte bërë një betim me zemrën time. Kurbeti nuk ishte ashtu si që kisha menduar. Punë të rëndë, net pa gjumë, frikë nga policia, sepse isha ilegal. Por çdo ditë, kur lodhja më rrëzonte, mendoja për nënën. E imagjinoja te pragu, duke pa rrugën, duke u ngritur sa herë dëgjonte hapa. Një mbrëmje, fati më goditi fort. Policia bëri kontroll në ndërtesën ku punonim. Nuk pata ku të vrapoja. Më arrestuan. Një vit. Një vit i tërë në përqeli të huaja, i vetëm, i harruar, pa mundur të telefonoja. Pa mundur t'i thënë. Nën, jam gjell, mos u mërzit. Ai ishte viti më i gjatë i jetës time. Kur më lanë të lirë, gjëja e parë që bëra ishte të nisja rrugën drejt shtëpisë. Ato 24 orë udhëtim mu duken si 24 jetë. Zemra më rrihte fort, sikur do shpërthente. Gjithkohës mendoja atë moment. Atë çast kur do ta shihja nënën, ulur te pragu duke më pritur. Si gjithmonë, siç më kishte premtuar. Kur mbërrita në lagje, s'po e besoja. Çdo gjë duke njësoj, por ndryshe. Heshtje. Asnjë shenjë jete. Asnjë zë. E pa shpim. Pragu, bosh. Dritarja e mbyllur. Dyqani i ngjitur, mbyllur. Zemra mundal. Ndërsa po afrohesha, një burr i lagjes, që më kishte parë të rritesha, më doli përpara. Sytë e tij u ulën në tokë. Ai nuk mundi të më shihte në sy. Mora frymë thellë dhe e pyeta. Ku është nëna ime? Ai më pa dhe zëri ju dëjo. Bir, më mirë të ulesh. Por unë nuk ula. Isha ngrirë. Isha bërë gurë. Ai vazhdoi. Nëna jote u shua para 3 muajsh. Muerën syt. Nuk dëgjoja më asgjë. Vetëm zërin tim duke fishkëlluar brenda kokës. Ai më vështroi i pushtuar nga dhimbjen. Të priti çdo ditë, shtoi ai. Çdo mëngjes dilte te pragu, ulej aty dhe thoshte: "Do vi sot, e di, sot vjen." Edhe kur u sëmur, nuk pranonte të rrinte brenda. E mbante zemra, veç për të parë ty një herë të fundit. Deri ditën që zemra nuk e mbajti më. Fjala zemra më preu në mes. Më dukej sikur toka u hap poshtë meje. Sikur po bie në një humner pa fund. Sikur vetë fryma po më braktiste. Vrapova drejt shtëpisë. Hapa derën me duar që më dridheshin. Ati brenda, gjithçka ishte njësoj. Por pa të, atmosfera ishte e rëndë. Dhoma dukej e zbrazët. Në tavolinë ishte një shall i saj. Atë e mbante gjithmonë kur dilte te pragu. E mora në duar dhe më erdhi aroma e saj. Aromë e nëmës. E dashurisë që nuk kthehet më. Ula në prag, aty ku ajo më kishte pritur çdo ditë. Dhe shpërtheva. Lotët rridhnin pa ndalur. Ishte hera e parë që ndjeva vërtet se jeta mund të marrë njerëzit më të shtrenjtë, pa paralajmërim, pa mëshirë. Dhe sot, sa herë kaloj para shtëpisë, unë e shoh. Në mendje, në shpirt, në kujtim. E shoh të ulur te pragu, me sytë që më kërkojnë, me buzëqeshjen e saj të butë. E shoh, edhe pse ajo nuk është aty marë. Dhe kam mësuar një gjë. Mos i lini njerëzit që ju duan të presin gjatë. Mos i shtyni takimet. Mos shtyni përqafimet. Sepse një ditë, pragu do të jetë bosh. Dhe ju s'do ta falni veten kurrë. Nëse ke dikë që të pret, kthehu. Kthehu sa është ende kohë.
se zemrat nuk presin për gjithmonë.